Faleminderit shumë, i nderuar President Begaj, i nderuar Kryeministër Kurti, i nderuar President Sejdiu, i nderuar Kryetari i Akademisë Zoti Kroaja, i nderuar Kryetari i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë Zoti Gjinushi, shumë të nderuar akademik përfaqësues të institucioneve të Republikës së Kosovës, si dhe përfaqësues nga akademi të vendeve të rajonit dhe të gjithë Evropës, të nderuar të pranishëm. Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës është qendra ku formsua mendimi ynë politik dhe institucioni ku lindën idetë që i dhanë drejtim, kuptim dhe themel shtetit tonë. Prej 5 dekadash, akademikët e Kosovës kanë punuar në rrethana jashtëzakonisht të vështira kohë pas kohe, por synimi ishte të mbrohet gjuha, të mbrohet kultura, e mbi të gjitha të mbrohet interesi kombëtar. Ata kanë kontribuar në formim politik, arsimor e kulturor, dhe e kanë lidhur shtetin tonë me qendrat botërore të dijes. Kanë artikuluar idetë të cilat i dhanë kuptim rrugës sonë për një shoqëri të vlerave dhe për një shtet modern e të integruar në institucionet euroatlantike. Në çdo fazë të historisë sonë, akademia ka qenë një nga institucionet që nuk është dorëzuar. Studimet, arkivat, botimet, krijimtaria letrare artistike kanë mbajtur gjallë edhe ëndrrën tonë për liri dhe shtet. Prandaj në këtë përvjetor jubilar kujtojmë me mirënjohje të gjithë ata që dhanë mund e djers e shumë prej tyre edhe jetën në mënyrë që të ecim përpara si shtet i lirë. Kujtojmë me mirënjohje kryetarin e parë të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Esad Mekulin, një personalitet që la gjurmë të pashlyeshme. Me vizionin e tij krijues dhe guximin qytetar, Esad Mekuli e ngriti akademinë në institucionin ku fjala dhe mendimi i lirë u bën themel i identitetit ton kulturor. Në historinë tonë kombëtare, fjala akademi bart një peshë të veçantë, por edhe të hershme. Ky institucion i hershëm është simbol i përpjekjes sonë shekullore për dije dhe kulturë, për ta ngritur mendimin e lirë dhe për ta ruajtur atë në kohët edhe më të vështira. Në linjë me këto përpjekje qëndron edhe vepra e akademikut Gazmen Zajmi, i cili për te angazhimit të tij si kryetar dhe nënkryetari i akademisë, dha një kontribut të pazëvendësueshëm në ngritjen e themeleve juridike të shtetit tonë. Si hartues i Kushtetutës së Kaçanikut, por edhe i deklaratës kushtetuese të 2 korrikut 1990, akademik Zajmi ndërtoi themelet juridike të shtetit tonë së bashku me shumë kontribues të tjerë. Figura e tij është lidhja e drejtë për drejtë ndërmjet mendimit akademik dhe projektit të shtetit të Kosovës. Me profile të tilla, akademia jonë shërbeu si vendi ku u projektua e ardhmja jonë si popull, i mobilizuar fuqishëm në kauzën për të drejta, në kauzën për dinjitet, në luftën tonë për liri, pavarësi dhe shtet. Jo rastësisht pjesa e kësaj akademie ka qenë edhe presidenti historik Dr. Ibrahim Rugova, i zgjedhur antar korrespondent në vitin 1996. Puna në këtë akademi përbën të ndër themelet më të forta të angazhimit të tij politik e kombëtar, si atë themeltar i Republikës sonë. Presidenti Rugova i dha politikës sonë thellësinë e mendimit të kultivuar si dhe vizion të qartë. Mendimin intelektual e ktheu në mjet demokratik, në mjet shtetformues dhe paqe ndërtues. Prandaj emra si këta dhe shumë të tjerë dëshmojnë se akademia ka qenë gjithnjë vendi ku elita intelektuale i ka dhënë kuptim aspiratave tona shekullore për liri dhe pavarësi. Kjo trashëgimi e begat na udhëheq edhe sot, nga se akademia jonë integron traditën në hapësirën globale akademike. 50 vjet të ekzistencës së akademisë janë dëshmi e fuqisë së dijes, sepse kur flasim për dije, flasim për shtet. Nuk mund të ketë asnjëherë shtet të fortë pa shkencë të fortë, siç nuk mund të ketë shoqëri moderne pa akademik që udhëheqin mendimin e lirë, kritik dhe largpamës. Akademia është ndër institucionet që i japin shtetit edhe vetë substancën. Në këtë përvjetor nderojmë secilin akademik që ka kontribuar në këtë institucion. Falenderojmë brezat e tërë që bën të pamundur mbijetesën e dijes në kushtet më të rënda. Mbështesim ata e ato që sot e mbajnë barrën e zhvillimit shkencor dhe kulturor, duke orientuar vendin drejt standardeve më të larta akademike. Sot kur shoqëria jonë ecën me ritme të shpejta dhe sfidat janë gjithnjë më komplekse, roli i Akademisë së Shkencave bëhet edhe më jetik.
Akademikët janë ndërgjegja kritike e shtetit tonë, këshilltarët tonë më të çmuar dhe udhërrëfyes të mendimit të kohës së sotme. Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës dhe Akademia e Shkencave të Shqipërisë janë si motra në këtë mision të përbashkët. Dhe për këtë arsye bashkëpunimi duhet çdo ditë e të intensifikohet më shumë, duke fuqizuar rolin kombëtar dhe rajonal të dijes dhe shkencës. Të dy akademi kanë pasur historikisht një rol që shkon përtej kufive institucional. Ato kanë qenë dhe mbeten ura që lidhin hapësirën tonë kulturore, gjuhësore dhe shkencore, ruajtëse të kujtesës sonë kombëtare dhe bardhëse të vizionit tonë për të ardhmen. Në këtë mision, bashkëpunimi ndërakademik është thelbësor kur projektet të përbashkëta pasurojnë të dy anët e kufirit dhe kur akademitë tona flasin me një zë të përbashkët për sfidat me cilat sot përballet kombi ynë. Ndikimi i dijes është i domosdoshëm për orientimin e shoqërive tona, ndaj intensifikimi i bashkëpunimit midis Akademisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë mbetet një ndër investimet më strategjike që mund ta bëjmë si komb shqiptar. Të dashur akademik, roli i akademisë sot ka fituar një kompleksitet të jashtëzakonshëm. Historianët, gjuhëtarët dhe studiuesit janë gardian të saktësisë në një epokë ku informacioni shpërndahet pafundësisht, por e vërteta shpesh mbetet e rrallë. Akademikët janë interpretuesit, por edhe mbrojtësit e kësaj të vërtete, dhe mbrojtësit e një të ardhmeje në një kohë kur teknologjia lëviz më shpejt se imagjinata, ndaj mbajnë barën e përgjegjësisë për të orientuar dijen drejt vlerave dhe etikës, të cilat e bëjnë një shoqëri të qëndrueshme dhe të lirë. Në këtë kontekst, akademia ka një mision të pazëvendësueshëm në ruajtjen e kujtesës kolektive dhe në mbrojtjen e së vërtetës historike mbi krimet e kryera nga regjimi gjenocidal i Serbisë në Kosovë. Si institucion i dijes dhe autoritetit shkencor, përplot me njerëz që gjithçka dhanë për atë dheun, akademia do të prodhojë studimet verifikuara, mbështetura në prova dhe metodologjitë qëndrueshme për t'i dokumentuar edhe më tej me rigorozitet faktet për masat dhe natyrën e gjenocidit të kryer në Kosovë nga ana e Serbisë. Në këtë mënyrë, akademia parandalon shtrembrimin e historisë, mbron dinjitetin e viktimave dhe të luftës së drejtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe po ashtu e mbi të gjitha u siguron brezave që do të vinë pas nesh një bazament të pathyeshëm të së vërtetës sonë historike. E vërteta jonë dihet botërisht. Në vitet e 90-ta ne luftuam për liri, pavarësi dhe shtet, ndërkaq Serbia ishte agresore. Këtë vërtet do ta mbrojmë sot e përgjithmonë së bashku me secilin prej jush. Të nderuar akademik, në emër të Republikës së Kosovës ju falenderoj për gjysmëshekullin e punës, për kushtimit dhe shërbimit tuaj. Një falenderim i veçantë për gratë e angazhuara në këtë akademi, për punën e tyre, për angazhimin e palodhshëm e shpeshherë edhe për sakrificat e jashtëzakonshme në kohë shumë të vështira. Falenderoj ata që e themeluan këtë institucion, ata që e drejtuan me integritet dhe ata që sot e çojnë përpara me vizion. Urime 50 vjetori Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, urime për gjysmëshekullin e dijes, të kulturës dhe të përkushtimit tuaj në formësimin e identitetit tonë shtetëror e kombëtar. Ju faleminderit.